gjithë. Ju e një shaorë. Nëse gjithë ma gjithë. Allah i në gëzop gjithë. Shë i tjerë zotit, që ajo kresori. Hajrë paç. O bo mirë. O, ha? Hajde për ajrojme. Agjia po thot asë njerë sa po qështu. E po agjia thot agjia se të po po agjia. Unë vetëm për shëndeti. Mirë se ardhen e kryetarit komunës me gjithat grupin qerë, me gjithat beshlizin, edhe për shëndeti të ardhmen suksesin e këtina kryetarit komunës me një 4 lutje shka djetarët i ka livdu qëto. Majsë pari i urojnë shnet krejt banorëve të komunës Likovës, në gjithë kejtë musliman, komunës Likovës në krije me Erkan Arifin. E para anë shnet i urojnë, e dita drejtësi i urojnë, e treta durim, sabër, e 4 vullnet tune, pa qëto, kanë thonë djetarët nuk ka sukses bom, Allah i limoft, kryetarit dhe kejt me e. Na si bashkësi lokale e Runis, kemi marrë iniciativë me remetur rrugën Stopçat në Runis, se së dakon në gjendje katastrofale, edhe me ndihmën e bashkëshortarëve tonë, me ndihmën e kryetarit komunës, zoti Erkan Arifin, na arritëm ta përmirësojmë këtu sa do pak ta amëlzojmë, se na si fshata që na kemi konë të msheltë, pa rrugë, edhe deri tash tërë në qëtë moment këtu, a bon shumë mirë, po mendoj se dhe të mund halë ma mirë se të bëjnë edhe grederi, valaki, dhe të shtypin, dhe të rafshojnë, rrugën edhe a bon shumë e mirë, super, jemi të knaqëm, ky kryetarit komunës që na kanë nimu me gjynësën e parave, sa ka kushtu kjo rrugë, edhe shumë mirë. Kryetarit i dëshiroj suksese në talëmën, vërtet ka punu sukur për shpirt me punu. Deri tash, puna ka shku në regull, edhe pak ka punë, po dhe të kryet edhe dhe të shkojë në regull. Lemi të knaqëm me këta kushtet janë plëcu. E përshëndes pari kryetarin e komunës, edhe tjerë që kanë kontribu për këtë punë që ka përbojnë, ju faleminderoj të gjithëve. Edhe Brahimin, edhe gjithë që ka kanë kontribu, faleminderoj shumë.